kur folim për muajin korrik dhe gusht përjet një efikasitet pak më i ulët i gjykatave në nivel vendit. Po ashtu edhe për fundin e vitit vret që muaji dhjetor ose fundi i muajit dhjetor, fillimi i muajit janar është një prej periudhave kur efikasiteti i gjykatave bie për shkak të shfrytëzimit të pushimeve apo për shkak të periudhës kohore. Po ashtu nga statistikat na tregojnë që gjatë kësaj periudhe kemi edhe numër të madh të seancave të shtyra dhe të seancave jo produktive. Numri më i madh i seancave të shtyra në rastin konkret janë mungesa e avokatëve, mungesa e prokurorëve, mungesa e stafit edhe të çështjeve tjera. Gjykatat të jenë në pushim zyrtar dhe atë duke filluar nga data 25 korrik deri më datën 21 gusht, që sa i përket periudhës verore, si edhe nga data 24 dhjetor deri më 8 janar të vitit kalendarik. Ky është rekomandimi i Këshillit, pezullohen të gjitha seancat gjyqësore në rastin konkret dhe propozohet që në rastin konkret pjesa më e madhe e pushimeve të shfrytëzohet gjatë kësaj periudhe kohore. Përjashtimisht, domethënë nga ky rekomandim janë kujdestariet lidhur me trajtimin e lëndëve me prioritet ligjor dhe rasteve emergjente. Mos të caktohen seancat që do dështojnë, sepse e theksum që ka pasur një numër të lartë seanca që kanë dështuar këtë periudhë, pra do të mohem vetëm seancat për çështjet që përfshihen në listën esenciale të shërbimeve. Kjo do të kuptonte që në periudhën tjetër gjykata do të jetë shumë më efikase dhe puna në gjykata do të organizohet në mënyrë shumë më të mirëfillt. Unë kam vetëm edhe një çështje të lista esenciale e shërbimeve, meqense nuk po e votojmë vendimin si draft, por po e votojmë propozimin, atëherë të lista e shërbimeve esenciale bashkë me zyrën ligjore të përfshihet edhe veprimet që lidhen në procedurën paraprake për mosat, besoj pruha mund të ndihmojë teknikët të hetimit dhe të vëzhgimit, sepse mund të jenë procedura që mund ta diktojnë rrjedhën e hetimit në rast të caktuar. Është një dokument i cili përmban rregulla të detajuara, objektivat të cilat kanë për qëllim të përcaktojnë rregullat e etikës në punësve në administratën e sistemit gjyqësor, me qëllim me ruajtë dinjitetin dhe imazhin e sistemit gjyqësor, duke ndikuar kështu edhe në rritjen e besimit të qytetarëve në punën e gjyqësorit, i cili është drafti i hartuar në bashkëpunim me njësinë e inspektimit gjyqësor, zyrën ligjore dhe Departamentin për burime njerëzore në Këshill. Dispozitat e këtij kodi janë të detyrueshme për gjithë nëpunësit në administratën e sistemit gjyqësor, i cili përfshin nëpunësit civil të punësuar në Këshill, nëpunësit civil të punësuar në sekretariat, po ashtu edhe ata të sekretariatit panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe për të gjithë nëpunësit e punësuar në gjykatat e Republikës së Kosovës. E kisha qujtë me reformën në administratën gjyqësore, në veçantë ka rëndësi për shkak se ne përveç që kemi një numër të madh të punësuar në administratë, kemi pasur një numër të zyrtarëve të ri që janë bërë pjesë e administratës dhe që realisht nuk kanë marrë njëri të dura për mirësjelljen në administratën gjyqësore. Shpresoj që ky kod ka me i kontribu po ashtu substancë rritjes së integritetit të sjelljes gjyqësore në përgjithësi, por njëkohësisht edhe të përgjithësisë dhe efikasitetit në gjykata. Edhe si komision, po ashtu edhe në konsultim, edhe në bashkëpunim, edhe në shqyrtim me të gjithë anëtarët e Këshillit, kemi ardhur në konkludim që duhet të kemi një vendim i cili përmban vlerësimin e performancës së krejt kategorive të anëtarëve të Këshillit gjyqësor, i cili përmban periudhën e vlerësimit të performancës, po ashtu përmban burimet e informacionit, kriteret të këtij vendimi bashkangjiten edhe formular në të cilit janë të përcaktuar qartë kriteret e vlerësimit të performancës, duke përfshi edhe poentimin, du me potencu që edhe shkallët e vlerësimit edhe kriteret janë në një linjë harmonike edhe me vlerësimin e performancës gjyqtarëve
në sistemin gjyqësor. është dakorduar që disa lëndë të dorëzohen, domethënë nga që kanë afatin e ruajtjes së përhershme të dorëzohen pranë kësaj agjencie. Edhe dakordimi sipas fjalëve në takim që kemi pas, dakordimi është që të gjitha lëndë deri në vitin 2000 të dorëzohen pranë kësaj agjencie. Çka është qëllimi këtu, domethënë të vazhdojmë edhe më tutje me rregullimin e arkivave në sistemin gjyqësor, i cili sikur se e thatë edhe ju, po edhe me planin e punës së vetë Këshillit është një prej prioriteteve për këtë vit edhe për vitin e ardhshëm. Na kemi arkiv dhe kemi materiale arkivuar më shumë se cili institucion, por në fakt nuk kemi pas një rregullore që adreson çështjen e arkivës. Dhe ky dokument është ndërvepron edhe me akte të tjera që miratu dhe njëkohësisht po e shfrytëzoj këtë takim me kërku prej gjitha gjykatave që me pas mobilizim për zbatimin e strategjisë për arkivat në 3 drejtime: lëndë arkivuare në arkivin e shtetit, lëndë të tjera në arkivat respektivisht në objektet që ka vendos KXK-ja, dhe në 3 risistemimi i arkivës dhe regjistrimi, së cilës dosje, dokumentacion dhe mosat e sigurisë